është një prioritet institucional për forcimin e mekanizmave shtetëror në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të punëtorëve në Republikën e Kosovës. Bazuar në nenin 4 të ligjit 04/L/1161 për siguri dhe shëndet në punë, Qeveria e Republikës së Kosovës me propozim të Ministrit për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Shqiptare themelon Këshillin Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, i cili ka rol këshilldhënës dhe profesional në hartimin e politikave, dhënien e rekomandimeve dhe përcjelljen e gjendjes së sigurisë dhe shëndetit në punë. Funksionalizimi i këtij mekanizmi do të mundsojë koordinim më efektiv interinstitucional, bashkëpunim të strukturuar ndërmjet institucioneve shtetërore, përfaqësuesve të punëdhënësve dhe punëmarrësve, si dhe adresim më efikas të sfidave në fushën e sigurisë dhe shëndetit të punë. Kjo xhami ka vlerë të veçantë për komunitetin lokal dhe përfaqëson një simbol të bashkëjetesës, kujtesës dhe trashëgimisë së qytetit të Mitrovicës. Në këtë kuadër, Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka propozuar realokimin e 50.000 eurove për realizimin e projektit të rekonstruktimit të saj në përputhje me programin për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet këtij investimi synohet ruajtja dhe restaurimi i një objekti me rëndësi historike, kulturore dhe shoqërore për qytetarët dhe komunitetin lokal, por i cili natyrisht së pari ka nevojë për rindërtim. Njohja dhe verifikimi i statusit të këtyre personave mbetet një proces me rëndësi të veçantë institucionale shoqërore në funksion të drejtësisë, dinjitetit dhe mbështetjes për të mbijetuarit. Në këtë drejtim është propozuar ndryshimi dhe plotësimi i vendimit të qeverisë për përbërjen e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave dënuar gjatë luftës shqiptare të Kosovës përmes emërtimit të përfaqësuesve të rinj nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të luftës shqiptare. Duke qenë se përfaqësuesit aktual të deleguar nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të luftës shqiptare nuk janë më pjesë e këtij komisioni, ka qenë nevojshme dhe është e nevojshme zëvendësimi i tyre me anëtarë të rinj me qëllim të funksionalizimit të plotë dhe vazhdimësisë në trajtimin institucional të kategorive të mbrojtura me ligj.